Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar pas takimit me liderët e partive të tjera politike se ka ofruar 2 kompromise për të dalë nga blokada institucionale. Sipas tij, nëse kandidatura e Albulena Axhiut për kryetare të kuvendit nuk merr mbështetjen e 61 deputetëve me votim të fshehtë, ajo do të tërhiqet. Kompromisi tjetër ka të bëjë me arritjen e një marrëveshje politike në pako për postin e kryetarit dhe nënkryetarit të kuvendit. Kompromisi i parë, nëse kandidatura jone Albulena Axhiu nuk i merr votat, do të tërhiqet nga gara. Kjo është një tërheqje nga ana jonë, por kjo nuk u bë për shtypje partive opozitare. Kompromisi i dytë, të bëjë një marrëveshje në paketë për kryetarin e kuvendit dhe nënkryetaret, deklaroi Kurti. Kurti gjithashtu ka akuzuar PDK-n dhe LDK-n për keq interpretim të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, nuk duke theksuar se Komisioni për votim të fshehtë nuk është shpallur antikushtetues dhe se qëndrimi i opozitës është bllokues. Nga ana tjetër, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi e ka cilësuar takimin si një teatër politik, duke akuzuar Kurtin për vazhdim të qasjes imponuese dhe interpretim të njëanshëm të aktgjykimit kushtetues. Përkundër faktit që situata nuk është e njëjtë pas aktgjykimit, Kurti është i njëjtë dhe qëndrimet e tij janë të njëjta. Ai ka paralajmëruar se deputetët që votojnë për Komisionin për votim të fshehtë do të jenë përgjegjës për shkelje të kushtetutës. Edhe kryetari i LDK-s Lumira Abdixhiku ka deklaruar se takimi është një farsë publike dhe se sipas tij lëvizja vetëvendosje vazhdon me kushtëzime. Morëm pjesë me vullnetin më të mirë për të gjetur zgjidhje, ndonse në të njëjtën kohë me drojën më të madhe se i gjithë ky takim do të ishte një farsë publike se sa substancial. Fatkeqësisht, droja jonë u vërtetua, ka thënë ai, derisa deputeti AK-s Time Kadriaj ka akuzuar Kurtin për shtrembrim të qëllimshëm të vendimit të kushtetueses. Nëse edhe nesër i vazhdojnë praktikat e njëjta, ata po e shkelin me qëllim kushtetutën, ka thënë ajo, duke insistuar që të mos votohet më për formim të një komisioni për votim të fshehtë, për votim të nominuarës për pozitën e kryetarit të kuvendit, tha Kadriaj. Kryetari i Nismës Fatmir Limaj ka theksuar rëndësinë e takimeve për zgjidhjen e krizës politike dhe ka kërkuar arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Ai ka thënë se vendi nuk mund të shkojë në zgjedhje pa u konstituar organet shtetërore. Nëse partia e parë nuk i ka votat, t'i jepet mundësia partisë së dytë. Nëse as ajo nuk i ka votat, atëherë të shkojë me opsionin e qeverisë teknike, siç e ka propozuar zoti Abdixhiku. E rëndësishme është që vendi të ketë institucione funksionale, shtoi Limaj. Faton Peci nga partia Guxo, parti në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, ka thënë se interpretimi i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese nuk është fontan dëshirash, prandaj ka bërë thirrje për një marrëveshje politike për zhbllokim. Pra, të kemi pako të marrëveshjes, por jo pako të votimit të kryetarëve dhe nënkryetarëve të kuvendit të Kosovës, sepse rezultati i zgjedhjeve të datës 9 shkurt nuk mund të tjetërsohet. Mimoza Kusari Lila nga Partia Alternativa, gjithashtu në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, ka insistuar se në asnjërin paragraf nuk është specifikuar se mbarvajtja e seancës së deritanishme ka shënuar diku shkelje. Gjykata kushtetuese nuk ka dashur të ofrojë rrugë për një proces që është në vazhdim, nuk ka dhënë rrugë. Në fund e ka ofruar një mundësi për interpretime edhe më të larmishme, deri aty sa kemi pasur deklarata që nuk vazhdohet me seancën, sikurse deri më tani do të ketë pasoja, por nuk dihet se cilat janë ato, ka thënë Kusari Lila. Gjykata kushtetuese ka vendosur që seanca konstituive të përfundojë brenda 30 ditëve, duke i lënë palëve një afat të kufizuar për zgjidhjen e ngërçit institucional.